Првите симптоми дека Алијанса за албанците ќе си замине од вреди се забележа од моментот кога Таравари рече дека има канали за комуникација со Дуи. Дека имало комуникација, потврди и првиот човек на Дуи Али Ахмети. Ashtu siç e ka pohuar edhe zoti Taravari, kam patur një bisedë të shkurtër telefonike, asgjë më tepër. Според Таравари, причината поради која Алијанса не постигна договор со другите челници на вреди е тоа што тој сакал да оди на локалните избори со посебна листа на советници, на што другите не се согласиле. Сепак Ахмети вели дека има друга причина. Me angazhimin e partive politike në vlen në ekzekutivin e Republikës së Maqedonisë së Veriut e kanë devalvuar dhe poshtruar shqiptarët e Republikës së Maqedonisë, thirrje në vazhdimsi u kemi bërë që të braktisin institucionet, të mos bëhen pjesë poshtrimit të shqiptarëve, mos jenë pjesë e devalvimit të shqiptarëve, sa më parë që e kuptojnë të gjithë këtë, si duket nga të gjitha zhvillimet dhe raportet që më vinë, zoti Taravare ka kuptuar që pozitat shqiptarëve në ekzekutivin e Republikës së Maqedonisë, përveç se një argat dhe çka u thotë agaj, atë bojnë, si duket e ka kuptuar më herët. Uroj që edhe të tjerët ta kuptojnë. Но ако Дуи почне да соработува со Таравари, што ќе биде со Зједин Села? Me zotin Zjadin Sela jam në kontakt të përditshëm dhe është në rrjedhë ashtu siç jam unë. Дали ќе остане во Европскиот фронт и како ќе продолжи, ова ќе го дознаеме в понеделник во Клик Плюс, каде гостин ќе биде Зједин Села.